Selam aleikum, thot djali dash se ka një alergji shumë të rëndë e i kanë sugjeru me u ly me vjan thijut. A i lejohet? Aleikum salam rahmatullah, jo, nuk i lejohet. Jo, nuk i lejohet. Kush i ka sugjeru? Kush i ka thonë? A ka alternativa tjera? A ka pyet mjek? A ka bo analiza? A ka lyp kretu ilaqet e ati veni më thonë dunjas? Kush po e vërtetën që çaj vjami i thijut që ka ekstra për çat ilaçet, për çat smundje, për çat alergji. E shumë pyetje tjera, Allahu xhalleshanu është rregull. Një diçka që e ka bo haram, e ka largu, e ka ngrit edhe dobin prej tij. Kjo është parim. Kjo është duhet ta kem parasysh. Mos të dëgjojmë fjalë ka thon filoni, ka thon fisteki. Na sillim argumente nga Kurani dhe Suneti, të cilat i vërteton shkenca. Edhe njerëzit prapë nuk binden. Kurse anena e dëgjon një njeri të thonë, ka thonë, kam dëgju, po thojnë, edhe me njerë dorëzohen. Jo kështu, pak ma thellni për këtu meselet. Jo, po thojnë, më thonë. I ishtë sugjeru. Njonit, vëllai, kish bo makiq atje, ka lyt trupin, mashallah, edhe kylle ta përdorë. As mjekësia nuk merret kështu, as feja nuk ban lehtësime kështu, pa ullë, mi analizu gjërat. Zoti e shëroft djalin e darës tanë. Amen.